4 marsi, dita botërore e obezitetit, rikthe në vëmendje një nga shqetësimet më të mëdha të kohës, rritjen e mbipeshës tek fëmijët. Në shkollat e qytetit vihet re se gjithnjë e më pak nxënës marrin ushqim me vete nga shtëpia, ndërsa pjesa më e madhe drejtohen te ushqimet e shpejta dhe produktet e përpunuara. Kjo mënyrë ushqyerje, sipas specialistëve, ndikon drejt për drejt në shtimin e peshës trupore dhe në probleme të tjera shëndetësore që në moshë të hershme. Shqetësimin e ngren edhe gjyshet, të cilat këshillojnë prindrit e rinj të tregojnë më shumë kujdes për mënyrën e të ushqyerit të fëmijëve. Nuk është e këshillueshme faktikisht, se ato nuk janë ushqime, ato gjithmonë japin obezitet. Kështu që duhen të hanë ushqime të shëndetshme, por nuk janë në cilësinë që duhet këto ushqime të tanishme. Gjëra nga shtëpia, jo për dyqanin, nuk më pëlqejnë të dyqanit. Gjëra nga shtëpia. Fëmijët në shkollë çfarë konsumojnë zakonisht? Mortot, këto hamburget, në këto, mirë por nuk janë të shëndetshme për fëmijët. Kështu që fëmia duhet të rritet me ushqimin e familjes. Çfarë ju këshillon prindërve në këtë rast? Ju këshilloj prindërve që të jepin ushqim me vete, sepse ato të çojnë në drejt obezitetit. Në ditën botërore të obezitetit, mesazhi mbetet i qartë. Kujdesi për shëndetin nis nga tavolina e familjes, ndërsa edukimi për ushqyerjen e shëndetshme duhet të fillojë që në fëmijëri.